Kur vetëm edhe pak ditë na ndajnë nga festa e Fitër Bajramit, përgatitjet e qytetarëve tashmë kanë nisur, por këtë vit vëmendja kryesore mbetet tek çmimet dhe ofertat në treg. Disa qytetarë shprehen të pakënaqur me zbritjet e ofruara, duke theksuar se ato shpesh nuk janë reale. Sipas tyre, çmimet që shfaqen në raft nuk përputhen me ato në ark, duke krijuar konfuzion dhe pakënaqësi gjatë blerjeve. Fartarësish në të mashtrajt që shkan me konë të tëna, përgjësi. Mara ka i herë për asi puna kartel, se i kanë pak me zbritje, se kush si ka njësaj. Edhe tash është vështirë mi përballu edhe për personat që janë. Kush ka me ba? Kush nuk ka, s'ka. Dërën, kush ka përcen dëshysh, shka me ba. Të rritë ne janë, edhe shumë bile. E ka njëri që nuk ka, shka kanë me bo. Krejt rena janë. Krejt rena janë. Vesh thënë që ashtu të shtinë aty me shku edhe krejt rena janë. Shtajt janë. Shtajt shumë. Krasim nga që jemi pensioni shumë shtajt. Po, problematike se aty përshemë mund shqimin qeter, ku shkunjar është qeter, që është. Megjithatë, ka edhe nga ata që i konsiderojnë ofertat aktuale si të pranueshme. Janë të njëjta. Në bazë të arkës edhe çmimi është. A është zbritja mjaftueshme tash për... Po. Për disa kategori të qytetarëve, veçanërisht familjet me të ardhura më të ulta, pensionistët dhe personat në asistencë sociale, përballimi këtyre çmimeve mbetet një sfidë e madhe në prag të festës.